Diku shqiptarët erdhën me gomone në brigjet britanike për t'i shpëtuar varfërisë. Disa prej tyre ranë prej trafikimit dhe përfunduan në rrjete kriminale, shtëpi bari, por shumë të tjerë zgjodhën rrugën e punës, integrimin dhe ndërtimin e një jete të re. Zoti Spahiu, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Atëherë Kosova e shpalli non grata ministrën serbe, e cila deklaroi se po të ishte në vend të presidentit Milošević do të kishte spastruar Kosovën në vitin 1980. Si e vlerësoni këtë deklaratë dhe reagimin që ajo shkroi? Në 1998, jo të 10, po nëse është e natyrshme që një person i tillë të shpallet non grata në Kosovë, madje ajo do duhej të shpallej non grata edhe nga Shqipëria edhe nga Bashkimi Evropian. Si mund të pranohet, Serbia është një vend kandidat i Bashkimit Evropian dhe si mund të pranoj që një ministër një qeverie e cila është kandidate për Bashkimin Evropian të ketë ide të tilla për gjenocid, për spastrim etnik. Por sigurisht që Bashkimi Evropian nuk ka mundur që të marrë masa më të ashpra se sa që ka marrë Shqipëria. Shqipëria është, po mendoj thjesht kryeministri Rama ka shmangur përgjigjen për deklaratën e saj, duke thënë se nuk do të merrem me çdo budallëk në Beograd, por kjo nuk është një budallëk, po kjo është një ministre në qeverinë e Serbisë, aq më tepër që është ministër pushteti lokal, që ka në mbikëqyrje komunat me shumicë shqiptare në luginën e Preshevës, aq më tepër edhe ato në Sanxhakun e Novi Pazarit. Dhe imagjinoni një ministër të tillë se çfarë politike bën ndaj këtyre komunave kur ka idenë e spastrimit etnik, edhe kur ka ngelur në mendje pse nuk është bërë spastrimi etnik në Kosovë. Nuk është përpjekur Milošević të bëjë spastrimin etnik në Kosovë, por nuk ja ka arritur fali intervenimit të NATO-s. Prandaj ajo pjesa më të mërshme e fjalisë nuk ishte kjo që do të spastronte Kosovën etnikisht, por është ajo kur tha që ne kemi pritur 500 vjet perandorinë osmane që ta heqim, të hiqet nga këtu dhe ta rimarrim Kosovën. Do ta presim edhe NATO-n kur të tërhiqet nga Kosova që ta rimarrim Kosovën. Dhe mendoj që kjo tregon një aspirat të cilën nuk është vetëm në kokën e një ministri, aq më tepër që zëvendës kryeministri Dačić edhe nuk u distancua nga deklarimi i saj. Deklarata u dënua nga faktori ndërkombëtar, ndërsa Tirana zyrtaru mjaftua me një reagim të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha. Si e gjykoni qëndrimin e Shqipërisë? Është i vakët, është qëndrim jashtëzakonisht i vakët, që kondicionon pastaj edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian që të jetë më i butë se çfarë duhet të ishte. Në fakt, ajo çfarë do duhet bënte Shqipëria është ta shpallte non grata këtë ministrën, por këtë nuk e ka bërë qeveria shqiptare. Aq më tepër në rrjetet sociale disa pamje të cilat nuk jam i sigurt nëse janë të vërteta ose janë të prodhuara nga opozita në Serbi, por dukej pikërisht kjo ministre domethënë duke bërë plazh në plazhet e Shqipërisë. Dhe kjo do të ishte akoma një gjë më, nëse është e vërtet, do të ishte një gjë akoma më e tmerrshme se si qeveria shqiptare reagon aq butë ndaj një deklarate të tillë. Pse mendoni se kjo deklaratë u bë pikërisht në këtë moment? Është një testim për bashkësinë ndërkombëtare, për reagimin e Shqipërisë, reagimin e Bashkimit Evropian e tjerë, për politikat që ndjek Serbia
në një kohë kur KFOR-i ka vendosur që të zvogëlojë praninë e vet në Kosovë dhe është një matje pulsi. A është një provokim i qëllimshëm politik apo një pjesë e një strategjie më të gjerë të Beogradit? Është një provokim politik dhe pjesë e strategjisë së Beogradit ndaj Ballkanit, konkretisht Kosovës dhe jo vetëm Kosovës. Nëse shikoni, ai nuk është që ndoshta deklarata e saj mund të rrezikojë Kosovën, por mos reagimi adekuat ndaj deklaratës saj mund të ketë pasoja për luginën e Prishevës, mund të ketë pasoja për Sanxhakun e Novipazarit. Prandaj edhe është bërë një deklaratë të tillë. Ministra është antare e Partisë Socialiste, e themeluar nga Miloševići. A mund të qëndrojë në kabinetin e një qeverie që negocion antarësimin në Bashkimin Evropian pas një deklarate të tillë? E thash, që prandaj Bashkimi Evropian është dashur që të ketë një reagim shumë më të ashpër nga ai çfarë ka, por këtë e ka kondicionuar qëndrimi i qeverisë shqiptare. Nëse qeveria shqiptare, e cila është direkt e atakuar për shkak se minoriteti i saj në luginën e Prishevës, në Sanxhakun e Novipazarit është i rrezikuar nga një deklaratë e tillë, mjaftohet me një deklaratë e tillë të butë çfarë ka dhënë Ferit Hoxha, atëherë Bashkimi Evropian nuk ka arsye të shkojë përtej. Nuk mund të bëhet Bashkimi Evropian, si të themi asaj shprehjes, më katolik se Papa. S'mund të shkojë përtej qëndrimit të Shqipërisë. Nëse Shqipëria do të kishte ndërmarrë masa ndaj kësaj ministrie, atëherë sigurisht që Bashkimi Evropian do të vepronte, do të ishte më i ashpër në reagimin e vet. Apo ndikohet presidenti Aleksandar Vučić nga forca nacionaliste dhe trashëgimia politike e Miloševićit për të mbajtur një qëndrim gjithnjë më të ashpër ndaj Kosovës? Po vetë presidenti Vučić përfaqëson rrymë nacionaliste në Serbi, që nuk ka pse të ndikohet. Ai ndikon të tjerët, nuk është që ai ndikohet nga të tjerët. Ai ka qenë, domethënë, nënkryetari i Partisë Radikale, më pas kryetar i forcës që është ndarë nga Shesheli dhe është përfaqësues tipik i rrymës më nacionaliste në Serbi, prandaj nuk ka si të ndikohet nga të tjerët në këtë aspekt. Ai ndikon të tjerët. Si e vlerësoni reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili foli vetëm pasi u akuzua nga opozita për mungesë reagimi? A kishte ai një mungesë, ishte i vonuar në këtë reagim? Po nuk pate reagimi i tij ishte domethënë shfaqësues në një mënyrë. Domethënë thosh hajt se është një budallëk edhe lehen mos u merrni me këtë gjë, kjo është vetëm një shmangje për të dhënë përgjigjen e duhur. Thjesht një amnistim i deklaratës së ministres Paunović. Atëherë nëse Serbia do largohej nga rruga e integrimit evropian dhe do të afrohej më tej me Rusinë, a do të rrezikojë vetëm Kosova apo dhe stabiliteti i gjithë rajonit? Shikoni, Serbia bën politikë të tillë, domethënë që pavarësisht se më ka është më shumë i lidhur me Bashkimin Evropian apo me Rusinë, ajo gjithnjë rrezikon Kosovën dhe rrezikon vendet fqinje. Nuk ka bëj kjo nëse kursi i saj bëhet më Evropën ose me Rusinë. Ajo dhe tenton që të jetë antare e Bashkimit Evropian, por që ta ketë ta shëndojë territorin e Kosovës. Natyrisht pa shqiptarë, sepse nuk i duan shqiptarët. Dhe ajo përpiqet ta bëjë këtë në moment oportun ndërkombëtar kur nuk do të ketë një reagim të fuqive të jashtme siç ishte NATO në vitin 1999, por reagoi për të ndaluar sfasimin etnik në Kosovë. Kjo thjesht
Kosova nuk duhet shikoj se çfarë rrugë ndjek edhe Shqipëria, natyrisht Serbia rrugën e Bashkimit Evropian apo rrugën e Rusisë, por se cili është qëndrimi i saj ndaj Kosovës, ndaj minoritetit shqiptar në Serbi. Thjesht, kjo është ndaj shqiptarët të Luginës, Preshevës në radhë të parë. Këtë duhet parë si të vënë në spikam, dhe jo kursi saj pro-rus, pro-kinez ose pro-amerikan. Ndikimi rus është përmendur dhe në lidhje me procesin gjyqësor në Hang ndaj 4 ish-drejtuesve të UÇK-s. Si e shihni ju këtë debat dhe çfarë pritshmërish keni për vendimin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve? Shiko, gjykata ndërkombëtare në Hag nuk ka të bëjë me Rusinë, as nuk ka të bëjë me Serbinë, sepse ajo është themeluar nga Parlamenti i Kosovës dhe financohet nga shtetet mike të Kosovës, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia, të gjitha aleatët e Kosovës. Nuk financohet nga Rusia. A ka pasur bashkëpunim të gjykatës së Hagës me institucionet shtetërore në Serbi? Po, ka pasur. Prokuroria ka pasur, po mendoj bashkëpunim, sepse ajo tenton të mbledh fakte, sa i merr për bazë gjykata, këto janë çështje tjera. Por kjo do të merret në fund, do të shihet kur t'japet verdikti i gjykatës. Por thjesht pse përmendet Rusia, Serbia në këtë rast, nga që simpatizantët e të akuzuarve në Hag thjesht nuk duan asnjësi ta pranojnë se liderët e tyre politike i ka dërguar atje Amerika dhe vendet aleate të Kosovës, po duan si të përbishnojnë këtë dhe të thonë që vënë spikam Rusinë ose Serbinë e tjerë, por në fakt këtu nuk është në lojë as Rusia, Serbia, është në lojë janë Kosova dhe aleatët e saj. A prisni që Bashkimi Evropian të ushtrojë presion ndaj Beogradit pas kësaj deklarate? Po, jo, më shumë se aq sa ka bërë. Ne patëm një deklaratë e cila është e papranueshme. Me kaq, ndryshe do të ishte nëse Bashkimi Evropian për shembull do ta shpalte non grata, nëse do të merrte sankcione ndaj Serbisë e tjerë, kjo nëse do të ndërpriste, për shembull do të kurzonte ndihmën ekonomike me shkarkimin e ministres ose tjera, por këtë nuk e ka bërë as Tirana, e më që se ka bërë as Tirana, nuk është e pritshme që ta bëjë as Bashkimi Evropian. A e dëmton kjo deklarat dialogun Kosovë-Serbi, i cili prej muajsh ndodhet në ngërç? Po tani, sikur Kosova të kishte një leadership politik të mençur, kjo deklarat do të ishte si e porositur për leadershipin politik Kosovës, sepse i jap shumë avantazh Kosovës, por megjithatë Kosova nuk është duke shfrytzuar këtë, sepse thjesht nuk është as edhe interesuar që ta përfundojë muhabetin me Serbinë, ta përfundojë kuptimin që Kosova ka një interes nga Serbia, që është marrja e njohjes nga Serbia, të cilën Serbia e kushtozon natyrisht me favoret e saj, siç është autonomia serbe në Kosovë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe proces ky që për Kosovën është i domosdoshëm. Ka një çmim jashtëzakonisht të shtrenjtë, të madh, por gjithsesi Kosova nuk ka rrugë tjetër përveç se ta detyrojë Serbinë që ta njohë Kosovën. A është kjo një shenjë se në Serbi vazhdon të dominojë narrativa e viteve 90 dhe mungon ende distancimi nga regjimi i Miloševićit? Natyrisht që në Serbi asnjëherë nuk ka deklaruar se ka ndryshuar një kursin e saj politik. Nuk është ky kurs as edhe i politikës së viteve 90, është shumë më i hershëm, është një kurs dy shekullor i pandryshuar dhe kjo
domethënë fakti që Kosova është nxjerrë nga kthetrat e Serbisë, nuk do të thonë që ka ndryshuar kursi nacionalist i Serbisë. Me marrë një shembull nga lufta e dytë botërore, kjo do të ishte njësoj sikur për shembull aleatët të mjaftoheshin ta çlironin Francën nga Gjermania e Hitlerit, por që edhe pas vdekjes së Hitlerit në Gjermani të kishim akoma në shkolla të mësohej Mein Kampf, edhe që portreti i Hitlerit të ishte çdo kohë prezent në për mjediset gjermane. Prandaj, a mund ta imagjinoni për shembull se si do të një përfundim të tillë. Kjo nuk ndodh në Gjermani, domethënë është ndryshuar kursi në vitin 1945, por në Serbi nuk ka ndodhur. Në Serbi është po e njëjta politikë që ka qenë edhe para dhe në kohën e Miloševićit dhe para kohës së Miloševićit. A mund të ketë pasoje konkrete për Serbi në procesin e negociatave në Bashkimin Evropian? Po varet se sa I bëhet pesh nga vendet e rajonit, sepse kjo godet vendet e rajonit. Për shembull, ne nuk kishim një reagim të vakët, domethënë shumë të plagësht të Shqipërisë, nuk kishim një reagim të Bosnjës, të Maqedonisë, të Malit të Zi. Pastaj reagimi I Bashkimit Evropian ishte domethënë I plagësht, kështu që pasojat besoj që do të jenë minimale, do duhet të ishin shumë më të rënda. A duhet Shqipëria dhe Kosova të kenë një qëllim të përbashkët diplomatik në raste të tilla? Patjetër që do duhet kishte. Kosova e Shqipëria dhe sikur të mos populli I tyre të mos ishin njerëz të një gjakut, një gjuhe, domethënë një etnie, edhe sikur të ishin krejtësisht dy popull të ndryshëm, ato kanë interesa të përbashkëta në të cilat I kanë aleatët e përbashkët, I kanë qëllimet e përbashkëta, I kanë synimet e përbashkëta dhe do duhej të vepronin sinkron në diplomacitë e tyre për jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çështje tjera. Si e shih një rolin e SBA-s në këtë situatë? Po tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë larg vëmendjes në Ballkan, meqense pothuajse asku në Ballkan nuk kanë emëruar edhe ambasadorët, gati çdo punë janë me ushtrues detyre të ambasadorit, edhe janë duke në telashet e tyre me Kinën, me Rusinë, me Iranin, me Ukrainën, Izraelin, Gazën, Libanin e tjerë, dhe kështu që nuk ata hë për hë nuk janë shumë direkt involvuar në këtë situatë. Çfarë mesazhi ju jep kjo deklaratë serbe të Kosovës dhe komuniteti shqiptar në rajon? Po kjo është një mesazh I keq për serbët e Kosovës në atë të parë, sepse thotë mos u integroni në shoqërinë kosovare, prisni se ne do t'ju çlirojmë, do t'i përzejmë shqiptarët nga Kosova dhe ju do t'jeni zotër të Kosovës. Natyrisht që ky lloj mesazhi është fatkeq për serbët e Kosovës, sepse një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Shteti I Kosovës do të mbijetojë edhe do të jetë, po mendoj nuk do të ndodhë që sërish jetë në sundimin serb. Ato çfarë thuan tani për shtetin e Kosovës, për vështirësinë e tij, janë thënë për Shqipërinë në fillimet e saja, prandaj edhe vetë Azdreni ka shkruar në himnin kombëtar se Zoti e tha me gojë kombet shuan për mbi dhe, por Shqipëria do të rrojë për të luftojmë me ne. Ajo në atë kohë bëhen në diskutim shumë ekzistenca shtetit shqiptar dhe perspektiva e tij, dhe ajo thotë që do
shtroj, domethënë më shumë se sa gjitha kombët të tjera dhe kjo profeci e tij doli vërtet sepse shteti shqiptar tani bëri 114 vite jetë. Edhe Kosova do të mbjetoj pavarësisht këtyre skepsave dhe këtyre, domethënë të gjitha atyre të cilët thonë që më në fund prap Kosova do të bie në sundimin serb. Kjo nuk do të ndodhë. Zoti Spahiu, të falenderoj. Ishte kënaqësi. Çdo të mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.